Përshëndetje i nderuar, fillimisht falenderoj shumë që pranova ftesën nga ana jon. A mundesh më na prezantua dhe më na fol pak për jetën tonë? Po, unë ju falenderoj juve posaçërisht edhe televizionin e juaj që e keni gjetë kohë me ardhur me na vizitu në këtë vend që pothuajse u met gati si i braktisën prej banorëve. Më thonë ka një numër të vogël shumë banorëve tash, ka pas banor shumë, po ndihet mungesa atyne. Unë jam Ramosh Rahmoni, vllai i dëshmorit Ismet Rahmoni, një familje me tradita shqiptare, me tradita të mëdha, bogdhanc që jena mundu sikur të gjithë të tjerët me bon një kontribut për këtë vend. Qashtu. A mundesh më na fol pak për jetën tonë? Sa e vështirë ka qenë jeta jote? A mujte me u shkollu edhe me u punësu në punën që ti dash? Jeta ime në fillim ka qenë e vështirë sepse babgjyshi ka qenë i Hastretit dhe baba i Hastretit. Unë maj fëmia i parë i kësaj familje, jam rrit me babgjyshin edhe me gjyshin sepse baba jem gjithmonë ishte në Gërbet edhe 2 herë në vente na vizitante neve, unë jam rrit me ta, maj madhe isha dhe jam mu ka dosht më interesu për gjithë shka. Kështu që krahas punëve bujqësi si këm bo, edhe në arsim jam shkollu prej vitit 81-82 kom punu në arsimtar i gjuhës dhe letërsisë shqipe. Dhe më thonë, pas ke qenë arsimtar i gjuhës shqipe, a unë ishë më tregu pak si ka qenë ajo ko, qëfar vjersha ka pas në atë ko? Atëherë edhe pse s'kena pas mjete sikur tash, që kem mjete ma moderne tash, është fatmirësisht ekzistojnë ato, po atëherë një shkoms, tabelja, mirë po vullneti apo mduket mua, apo së dia është ashtu, ka qenë shumë i madhë. Unë kem punu edhe në kohën kur kem punu edhe të shtunën. Mu ka zgjatë, mu ka ngatë, me ardhë e honja dhe me shku mësim para nxonca. Po, dhe me thonë veç djeleve ka qenë pushim? Veç dilen ka qenë pushim, kur është bo dhe e shtunja pushim, e dila mu ka ngatë për me ardhë e honja dhe me shku para nxonca. Qatë shumë mëndzi ki prit? Po, mëndzi kom prit, edhe do është me koni pregaditun gjithmonë, me shku para nxonca, edhe jam krenar që do të thëtë si vjetë jam dalë në penzion me 5 shkurt, vitit 2026. Dhe me thonë tash pas ke dalë në penzion. Këtë vetë kom dalë në penzion dhe jam krenar se dhe me thonë 25 generata i kom përcjell edhe jam shumë me njas edhe janë edhe nxënësat e mi me njas ku kanë arrit me pos fakultete, doktora, gjithë inxhinier, gjithë shka. A i takon në rrugë, po i takoj edhe janë shumë mirë njës edhe ata për mu. Edhe ata janë shumë mirë njës për ty. Nëse e krahason kohën e kalume, tu e pas parasysh që pas ke jep mësim prej kohës shumë para lufte, me gjeneratat sot, çfarë mendimi ki? Po, falë Zotit, tash kushtet janë më të lehta, më të mira, veç do të me pas një përkushtim më të madh. Leximi është si ka qenë më herët. Nuk është sikur përpara atëherë. Atëherë kem pas në arsimtar të gjuhës shqipe, nxënësi çdo muaj ka pas një libër me lexu edhe një referat me bë. Gjithçysh u duhet me. Po, tjetër në muajt, domethënë çdo muaj ka një lektyrë shkollore, ka pas me lexu edhe me bë referat edhe me shpjegu me lexu para nxënësve. Tash nuk i kanë... Obligime ka pas. Po, dhe me thonë tash jepin për me lexu lektyra, romane, amo po i marrin pak të gatshme edhe prej telefonave. Po, prej telefonat, të internetit, të tash ma... E ju si profesora, a e kemi vrejt, kur e ka marrë? Po, e kemi vrejt, po, qka me po, i jena mundu pak me zbutë situatën, edhe mi o thonë që kështu nuk është mirë, po, me gjithat, ku edhe kur morrin e kur lexojnë kuptojnë diçka dhe normalisht është për të mirën e tyre. Po, ashtu. A mundesh më na fol pak edhe për dasmat, si kanë qenë dasmat në atë kohë? Po, që këtë tregova shoti jon i ka pas shumë familje, shumë shtëpi,
edhe kur është boni dorsëm në fshat këtu, krejt jemi konë gëzuar edhe krejt jemi konë pjesëmarrës në atë dorsëm. Edhe plesht, edhe fëmijët, edhe gratë, edhe gjithë, domethënë, dhe burrat kanë qenë sikur kjo të kështu nud, gratë, femnat në vendin tjetër, dhe kështu që u konë një qësh me thonë një vullnet, një jeshi shumë e madhe. Lezeti u konë ma i madhe. Po, tash është ma letë, edhe ma mirë në për restorante, mirë po frat kur ka dikush dorsëm, mu më thret më të madhen që jam unë kry familjar i këtyre edhe shoqen time, kurse plesht të fëmijët ata nuk janë veç rroll në herë që morrin pjesë në dorsëm. Tash po, full tash. Po. Kurse atëherë, do më thotë gjithë jemi konë pjesëmarrës në dorsëm edhe janë do më thotë qatë gzeme kemi ndo krejt bashkë. A mendon se fëmija atëherë jënë konë pak ma ndryshe, kanë kuptu kur prindi i ka thonë duesh me ullë, nuk ban me livrit për e qito, se munesh me e prish dasmen. Ndërsa sot fëmija quen edhe nuk është që e dëgjojnë shumë prindi që ata. Nuk dëgjojnë shumë, po këmëvorët tash qësh i ka dhe ku prindi, ku ka edhe tash që e dëgjojnë, po tash pak ma ndryshe, janë pak ma të lirë, ma liria edhe teknologjia ka avancu shumë. Ka avancu shumë, e vërtet është. Ma mirë është. Sa dit ka qenë dasma atëherë? Po atëherë dasma ka qenë, dhe më thonë të tajten, i kemi qu robat e nusës, teshat që kanë thonë atëherë, edhe prej asaj dite, ka fillu dasma, tajten, premten, shtunën, dilën e kemi morë nusën, plus edhe të honën janë ardhë njerëz të me po nusën edhe e kanë mojtë edhe si një ceremoni vojzat e gratë, në më thot 4 dit, 3-4 dit, ka zgjatë dorsma. 3-4 dit ka zgjatë dorsma. A jënë konë këto ditë caktume si pas tradites, apo... Po... Vetë jënë konë që është? Si pas qartu tradites... Tradita e ka lyp prej tajtes dhe të honën. Po, qartu e ka lyp, edhe dilën, ose tajten kanë posë dorsma, tjera dit jo. Tjera ditve ju. Kurse tash, të honën e të mortën regullisht, ka dorsma, nuk dhja ta dila e hona, kur të ka restoranti të lirë, mundet me gjithë qatë dotë, edhe po ankohen po thojnë pse ka gjetë ditën e punës, se po jena në punë të na kur shkojnë të lodhon. Qashtu, a të na përpora dilën, janë të bukrejt, edhe qysh me thonë dhe janë konë ato dorsma, edhe ato nuse që e nordh, ma shumë me bereqet. Po, me bereqet. Nuk janë do sigur tash, për një ovë, ose për 2 ovë, ose për një vetë, ose për të buhen edhe dohen edhe bashkuhen, është shumë një trend i keq. A pse po mendon që po ndodh kjo? A mendon që tash këto bashkjetesat po e bojnë të vetën, se përpara u konë me mësitni? Po, përpara me mësitni edhe nuk janë do. Po, nuk janë... Po, shteri që atë notë që u ardhë nusja, burri nuk e ka pas, nusja se ka po, edhe kanë qu një jetë shumë të mirë, deri janë plak, kurse sëtë rrinë, shihen, bashkuhen, edhe bon vaki, për pa po dorsme neq, thët ju ndomë. Ka pas rast për shembull edhe ditën e dasmës, ka pas prishje çiftit. Po, mos afer të thirrën i ka, edhe u dosh me ju thonë hajde se s'po bëhet u prish puna. Qashtu, do të thonë sot ka ndryshu. A mendon që pak edhe vajzat nuk po durojnë sa duhet, se përpara i ki thonë çka do grus, nuk ka guxu për me kthy fjalën. E vërtet është shiqa, sikur me ardh tash vajza, kur një vajzë që vjen në shtëpi me këtu, ajo duhet me ditë që u ardh në shtëpi dikun. Po. Nëse është dhe shkon djali jam të vajza, ajo është nishi. Kurse nëse vjen vajza këtu, ajo është dyshi se u orë në shpet huj, në fest huj, do të me nërru babën e vetë, familjen e vetë, shtëpin e vetë. Që e cilësove në festi huj. Por para zakonisht i kanë thonë,
ajo është e bia fisit. Po. A mendon që pak është eron me i cilësu gratë në këtë mënyrë? A mendon që duhet për me se vajza kur të e lën familjen, Zoti e kalon. Zoti e kalon, për shembull, është obligative. Antar i qasaj familjes. Qashtu, ta na bëhet si antar i qasaj familjes. Për shembull, a mendon që tash që nuk po durojnë vajzat është në rregull? Po ai nuk po durojnë shumë, nuk po durojnë, po mbaret për shembull edhe nëse ka arsye shumë trona, po se për gjithçka nuk prishet. Për një fjalë tronës, se për një fjalë të gojës, se që i thot vjera, kunotja dikush. Zakonisht thonë duhesh me mshel një sy e një vesh, me pas mirë. Po, me kalu mirë. Qashtu, a unë është me thonë çfarë këshille i kisha jep rinis ti sot? Po, unë rinis dhe gjithmonë edhe në shkollë ku punu. Dhe pas parasysh që ke qenë edhe profesor. Edhe po, ju kom thonë rinis që rinia me pas një kulturë, me pas një traditë familjare, me ditë se me sjelljet këqija nuk arrihet kurrë. Me sjelljet mira arrihet gjithçka, me punë të mira arrihet gjithçka. Një fëmijë i mirë, unë disa herë kom përsëritë të gjithë, një fëmijë i mirë ja shehojnë mas pari veti, shehajrë pej punës vetë. Pastaj familja, lagja, fshati edhe krejt Kosova. Zoti na rujt një fëmijë i keq, shehajrë vetaj, shesherën, edhe familja, e lagja, edhe krejt Kosova një njerit keq. Do të me pas men, edhe me punu, me najt mirë, mu sjell mirë, me ditë çfarë gjendje na kon, ku na kon dhe sot ku jemi. Se ma herët e cilësove pak që fshati është boshatis shumë prej njerëzve, do me thonë shumica e fshatit janë dalë në gurbet. Në atë kohë, edhe në atë kohë ka pas në gurbet, po ka pas ma pak edhe kontakti me ta u kon ma i vogël. Shumë pak i kontaktu me ta dhe kur janë arë në Kosovë, malli për ta u kon ma i madh. Ndërsa sot folim me telefona dhe kur po vim po thojnë s'është që po na kushtoni shumë kuneve. A mendon që tash krejt po i kanë punë të veta u arjeta pak ma ndryshe? Që përpara unë tash babën e kom pas në Gërbet. 2 herë në vetë o ardhë. 6 muaj nuk ka qenë, nona jam së shku me të kur. Po këtu, se përpara u kur ma mirë, e mlatë shënë na e kemi ndëgju nona na ka shkollu se për baba musafir u kom të në shpinë tonë. Edhe kur ardhë baba pe Gërbetit, jo që jemi gëzu na edhe familja, po dhe fshati edhe kojshit, edhe gjithë njën gëzu, ai u ka pru diçka një dhërat, një poqet doan, një diçka, edhe shtu që ka pos... Delshin të rruga me i prit. Po, i kanë prit tonë dhe janë orë dhe i kanë thonë urime si orë dhe sholla shkon mirë, i ke gjithë mirë, familjen. Kurse tash, edhe tash kur të vinë, unë i kam krejt për jashtë vllaznin e vajzat e djemtet gjithë, mirë po kur vinë ata, mduket si u burri tjetër pomje ka. Lijet zhurma e fëmijëve. Do më thonë, ardhmeria e një vendit janë rinia, janë fëmija. Pa fëmijë, tash, që i boshatisur këtë fshat, në kanë pos lakmi, zdi sto fshatra tjera, ti fshati që kem pos lumin, kësajt e kalla lumi Klina. Lumi Klina ka lumi Klina është ofër që tu i kem një 20-30 metra. Për i këtuit, do më thonë, ka qenë me 6 mulleja 7 kanë qenë vendosur ofër lumit të. Tash nuk është as një. Do më thonë, leqës kemi vujt na në kohët kriza o për buk, po edhe misht ka i kem posë se shok të jaronat, do më thonë, i kemi majt na me mulli. Me mulli. Qashtu, se tash edhe jetë o arë pak ma ndryshe. Atë kanë thirë për me shku fëmija, në gurbet atje me po atë vend. Ose atë kanë thonë, po vjen me jetu krejt me neve. Nuk kanë thonë, po nuk ma mërmenja si s'moj shkaj. A jem konë, unë jem konë Suedi, jem konë Austri, në Gjermani. A ne qështu dok, si dhe njërët atë dok? Mirë jetë atyne, po është shumë jetë anë vend në huje është të ronë. Unë arsimtari gjuhës Shqipe, shumë vjetë, edhe kur na tash po thunë esej mojnë në zonësat, esej. Na atëheri kemi thonë hartem. Kemi mojtë hartem. Edhe kur
ja u kum qitë në zonca 2-3 tema, ne teme kum pos gjithë, para në zonca të mi, sigurisht edhe ata mojnë men, gërbeti, plagë pa shëruar tek shqiptarët. Po. Edhe kur qash i kanë shënu mirë në zoncat hartimin, e kum morru në hartimin edhe kum qunë salt arsimtarve, e kum lexu para arsimtarve, shumë arsimtarët kanë qajt, çfarë kanë përshkru në zoncat, gërbetin, çfarë kanë përshkru dillin atje, shihen ç'është bjen, ç'është nxen dilli, ç'është bëhet gjumi, domethënë gjithçka është ndryshe. Qashtë. Ai gërbetçorin çdo herë mendon për familje, qysh mundet me kon çka qysh është, domethënë merr molli për gur, për therrat. Ai që thonë u shku për zor, jo për qef. Për të ardhmen e fëmijëve. Apeloj te rinia, ata që punojnë e që po mësojnë, po shkollohen, pigjojnë veten edhe këto shumë mirë. Po. Është A mkat. mendon që edhe këtu ka Edhe këtu me desh me punu, mos me pritu, edhe këtu me çka të merresh mund të bëj diçka. Kurse atje i veni huj, njerëz të huj, jeta huj, ata kanë bo pasonie, kanë bo t'hulla, kanë bo po knasi nuk kanë. Knasi shpirtënore nuk kanë. Ball festa Bajramit, kur të vjen që atje nuk ka hiç. Atje s'ka Kush ta qel derën këtu të na është krejt ndryshe. Qashtu unë këtu për fest Bajramit tash që ishte, tonë më kanë thirrë, po shumë herë të hykojt ju përgjigjem. Po, qashtu, pri mallit. Po. Mallit. Na të falenderojmë për zamërsisht që ndave ku me neve, pa që shnetën edhe gjithat mira. Falënderit për juve, Zot ju rujt, inshallah gjithmonë punoni edhe vazhdoni këto hulumtani këto tradita. Shumë faleminderit për këtë. Respekt për ju. Gjithashtu.